për fillime të reja. Sonte do punojmë sonte, nesër, pas nesër, deri të mërkurëndat 26 do jemi bashkë për 5 net rjesht. 5 net rjesht. Dhe për çdo gjë, kjo sfidë është për të gjithë, është për fillestar, është për të avancuar, kjo sfidë është për çdo që do të ngrejë energjinë, do të shëroj trupin, do të shëroj emocionet, të shëroj veten, të kuptoj më shumë, qoftë edhe për ata që duan të nisin me meditimin ose për ata që duan të avancojmë akoma më shumë, kemi disa gjëra shumë të bukura do punojmë me programimin e trupit, por normalisht nuk do harrojmë as zemrën. Kemi punë me zemrën. Por që kësaj radhe dua faktikisht që t'ju të punojmë pak edhe me emocionet pozitive, t'i regjistrojmë në trup. Pra, kjo është për të gjithë që duan të ngrihen energji, të lënë pas të kaluarën, të pastrojnë trupin, dhe sonte do flasim pak për të gjitha ato se si lirojmë trupin nga emocione, si pastrojmë trupin, si çlirohemi komplet nga e kaluara. Dhe kështu që për çdo gjë, në qoftë se edhe për ju që keni shqetësime të ndryshme, se më kanë pyetur shumë, më kanë ndjekur shumë këto kohë, persona që kanë ankth apo depresion apo simptoma të ndryshme, sëmundje të ndryshme, ndiqni live, zbatojeni teknikat, pra shumë e rëndësishme të zbatohen teknikat. Të zbatohen teknikat, sepse normalisht që ne çfarë bëjmë? Përveç se meditojmë, përveç se bëjmë meditimin, unë do ju tregoj sot edhe një teknik me frymëmarrjen, por edhe do ta praktikoni gjatë ditës. Këtë teknik me frymëmarrjen që po ju tregoj, mund ta bëni edhe në mëngjes. Pra, jo domosdoshmërisht mund të bëni të gjithë meditimin, po teknikën e frymëmarrjes do ta bëni. Do bëni teknikën e frymëmarrjes dhe ajo do ju ngrej shumë energji. Sepse është shumë e rëndësishme. Pra, diçka që do bëjmë edhe meditimin, pastaj më vonë kemi meditim së bashku, pra do kombinojmë edhe frymëmarrjen, edhe meditimin. Sonte qëllimi është për të liruar nga e kaluara. Pra në një farë mënyrë ne lirohemi për të krijuar një njeri të ri, për të krijuar një jetë të re, për fillime të reja. Kjo është pranverë. Për fillime të reja, ajo që do bëjmë është që në fillim fare zbrazemi. Pra, dita e sotme është për çlirim nga e kaluara, për lirim të emocioneve që nuk na shërbejnë, dhe për të hapur derën, do hapim derën e një krijimi të ri. Pra, sonte, pasi kemi çliruar, shkarko, pas do shkarkojmë komplet çdo gjë që na mban, do hapim derën e një krijimi të ri. Do hapim derën dhe është në meditim, do ju them që është një derë gjigande, është një derë me një ngjyrë ari që shkëlqen dhe do e hapni atë derë dhe përtej asaj dere është jeta juaj e re, është fillimi juaj i ri, është krijimi juaj i ri, është realiteti jot më i jashtëzakonshëm, më i lartë, dimensioni më i lartë, më i mirë, me mundësitë më të mëdha për ty. Dhe do futemi në atë realitet. Pra sonte do futemi në atë realitet, do fillojmë ta ndjejmë, do fillojmë ta përjetojmë, sepse është diçka. Ne në qoftë se duam të lirohemi nga e kaluara, të lirojmë trupin, të çlirojmë emocionet, kemi nevojë të punojmë dhe ta praktikojmë. Sepse çfarë kemi praktikuar deri tani, ajo do krijohet, ajo do përjetohet. Përpara se të nisim, sepse do ju tregoj disa gjëra. Pra kam përgatitur shumë gjëra të bukura për ju. Dhe ju, ajo që do bëni, keni dhe ushtrime, edhe keni dhe një ushtrim sot, keni dhe ushtrim për nesër, kështu që nuk ju lë rehat. Doja t'ju tregoja për sot, për pjesën e trupit. Pra, ajo që do bëjmë është se do ta nisim sot me shkarkimin e disa emocioneve negative nga trupi, pastrimin e trupit dhe instalim në trupin tonë të emocioneve të reja. Pra, kjo është diçka që nuk e kemi bërë më përpara, sepse dua që të punojmë edhe më tepër me trupin. Dua që të punojmë me trupin, sepse trupi është ai i cili duket sikur është mendja,
Pra ty të duket sikur është mendja jote që të ngarkon, të kthen mbrapa, por në të vërtetë është trupi. Është trupi sepse trupi mban një moment. Po i mbyll një moment komentet që të vazhdojmë me pjesën e shpjegimit dhe pastaj kemi meditimin, po dëgjoje shpjegimin sepse ka shumë rëndësi. Trupi është shumë i rëndësishëm. Dhe kjo gjë do ju shërbej edhe juve që jeni në fillim të rrugtimit, po dhe ju që jeni të avancuar. Trupi përcakton se në cilin realitet ne do jetojmë. Pra, trupi jon përmban koordinatat e realitetit të ri, përmban koordinatat, si përmban koordinatat. Sepse çdo ngjarje, çdo traumë, çdo emocion negativisë së kaluarës që nuk është përpunuar nga zemra, dhe do të them pastaj se si përpunohet nga zemra. Pra që çdo ngjarje që është shtypur, që ne na ka prekur thellë, çdo njeri që na ka sulmuar, çdo ngjarje që na ka prekur thellë, çdo sfidë jetës që ne e kemi shtypur te vetja jon, e mban trupi. Dhe ajo që ndodh është që në trup ndodhen emocionet negative. Në trup, në formën e kimikateve të regjistruara nëpër nerva. Dhe ajo që ndodh është që trupi ka varësi. Pra krijon varësi, është njësoj si të pish duhan edhe të krijohet ajo varësia ndaj emocioneve, varësia ndaj duhanit. Njësoj si krijon trupi varësi ndaj duhanit, krijon varësi ndaj emocioneve të vjetra të së kaluarës. Dhe pse të shërben kjo gjë, të shërben shumë, ta dish, sepse ti e kupton që ke receptor, pra ka disa receptor të vegjël në qeliza, trupi ka krijuar ato, dhe trupi tani e kërkon atë emocion. E kërkon që ti ta prodhosh. Dhe pse është e rëndësishme për ty? Shumë e rëndësishme sepse e ke parasysh ndonjëherë ndodh diçka, ndodh një ngjarje, ose edhe pa ndodhur asnjë gjë. Je fare mirë, je ulur në divan. Nuk po bën asnjë gjë dhe tak del një mendim negativ. Del diçka negative, fillon të ndihesh çuditshëm. Nga erdhi ajo? Erdhi nga trupi. Sepse trupi thot një sekond, që kam një qetë, nuk po ndodh gjë, dal një sekond ta ngacmoj pak, dal të marr atë energjinë time, sepse trupi merr energji. Pra nga emocionet negative, trupi merr energji. Dhe kur trupi ka nevojë për energji, të kërkon në një farë mënyre dhe të shkakton emocione negative. Dhe të shkakton mendime negative. Pra trupi shkakton mendjes. Shkakton që mendja të fillon të mendoj negativ. Dhe ne mendojmë se mendja është kaq e zgjuar, do dëgjuar me patjetër. Mendja ti je i zgjuar. Mendja nuk është. Mendja është një makinë llogaritëse. Dhe mendja kontrollohet nga trupi 100%. 100%. Deri në momentin që ne të marrim komandën, që ne, shpirti, ti je shpirti pastër, ti je ndërgjegje pastër, nuk je as trup mish, nuk je as mish as kocka. Je ndërgjegje pastër. Je shumë më shumë se kaq. Deri në momentin që ne të marrim fuqinë e plot mbi trupin tënd, trupi do kontrolloj mendjen. Dhe kur trupi të ketë nevojë për një emocion negativ, do e ngacmoj mendjen dhe mendja do filloj të mendoj negativ. Dhe hapi i parë, pra ushtrimi i parë që do ju jap, është që të dalloni veten tuaj. Ta dalloni këtë. Dhe në çdo gjatë ditës për shembull, nëse ti ke një mendim negativ, mos u kap pas atij mendimi negativ. Ka një emocion gjithmonë mbrapa atij mendimi negativ, për të cilin trupi ka varësi. Trupi ka varësi. Dhe për këtë do flasim nesër, sepse ka të bëjë me fëmijën e brendshëm, dhe nesër kemi hapjen e zemrës dhe shërimin e fëmijës së brendshëm. Po për këtë do ju tregoj nesër. Sot do të kuptojmë që truri është i komanduar nga trupi jon. Ju do thoni Artemis një sekond, pse ç'është komandohet truri nga trupi? A ka ndonjë kërkim këtu? Në fakt, jo vetëm që komandohet nga trupi,
por komandohet nga çdo gjë tjetër që është në trup. Madje edhe nga bakteret e zorës komandohet. Ishte bërë një studim për persona të cilët kishin ndryshuar florën e zorës, sepse nëse e dini, në zora ka bakterje dhe janë bakterje pozitive, të cilat na ndihmojnë të tresim ushqimin dhe quhet florë bakteriale e zorës. Tani u bë një eksperiment dhe ndryshuan florën bakteriale të zorës së disa personave. Dhe ishte një kombinim i një flore të caktuar dhe këto mikroorganizma, të bakteriet, ushqeheshin në fakt me lakër turshi dhe çokoladë të zezë. Pra këto ishin dy ushqimet që këto bakterje kanë shumë qef. Dhe kanë nevojë për këto ushqime që pra çokoladën e zezë dhe lakrën e turshi, këto e konsumonin shumë, pra e tresnin shumë. Dhe personat që i shkaktoi ky ndryshim i florës bakteriale, nuk e dinin këtë gjë, nuk ju tha asnjë gjë, pra gjithmonë mbahen në errësirë, nuk ju tha asnjë gjë. E dini se për çfarë kishin dëshirë? Çfarë i tha mendja e tyre? Çfarë i tha mendja? Mendja i tha, më hahet çokoladë e zezë dhe lakër turshi. Edhe ata menduan, wow, vërtet është mendja ime që do, unë që kam ai që dua çokoladë e zezë dhe lakër turshi. Po në të vërtet kush ishte? Flora bakteriale. Që flora bakteriale mund të komandojë mendjen. Dhe kur e komandon flora bakteriale, trupi po që e komandon. Kështu që mendja jote nuk është edhe aq shumë për të besuar, sepse ka shumë gjëra që ndodhin në trupin ton, nga e kaluara, nga lëndimet, nga traumat që na ndikojnë te truri, dhe te mendja, te mënyra se si ne i mendojmë gjërat. Patëre ka një mënyrë për të shpëtuar, ka një mënyrë për të dalë, ka një mënyrë, dhe ky është riprogramimi. Ky është të marrësh komplet gjithë mendjen tënde në dorë, të marrësh trupin në dorë. Dhe kur e bën këtë, ti merr jetën tënde në dorë. Dhe do ju tregoj këtë ushtrimin. Atëherë unë i kam shkruar këtu, këto duken së mbrapsht, sepse është live në Instagram, është videoja, por do t'ja u fotografoj dhe do t'ja u çoj te grupi. Te grupi i Instagramit dhe te grupi i Telegramit, kështu që mund të futeni aty dhe do t'i keni shënimet. Atëherë, për shembull, mund të kesh një mendim. Dhe mendimi është nuk mundem. Tani, ajo që do bësh është do dalësh për te mendimit, do fillosh të vëzhgosh mendimin. Pra për te mendimit dhe do fillosh, e shikon si është? Fillon ti vëzhgon veten që je duke menduar. Dhe fillon të vëzhgosh mendjen tënde dhe thua, okay, në rregull. Mendja ime ka këtë mendim. Pra bëhesh i ndërgjegjshëm. Dhe fillon të ndërgjegjësosh, unë tani po vëzhgoj veten që mendja ime ka këtë mendim. Dhe këtu nis çlirimi, nis shkëputja. Nis mos identifikimi, se ndryshe i shkojmë mendjes ka mbrapa. Fillojmë të analizojmë, fillojmë ta bëjmë pastaj çorap. Ta tjeri me ta tjeri, por e ndalojmë këtu procesi. Dhe nesër do ju them përse ne i kemi këto mendime. Përse do themi nesër që pse mendojmë që nuk mundem, pse mendojmë që s'kam fuqi, përse janë gjithë këto mendime. Po tani janë, për momentin janë, dhe sot do marrim vendimin për t'i tejkaluar. Tani, do t'ju jap një ushtrim, pastaj normalisht do vendosim marrim vendim për të ndjerë emocionet e reja. Dhe kjo ka të bëjë me meditimin që do bëjmë. Meditimi do jetë shumë i veçantë, kam krijuar diçka shumë të veçantë për ne, me zi e pres, por përpara se të bëjmë meditimin, ajo që ne do të caktojmë, do bëjmë diçka, do bëjmë një ushtrim. Në qoftë se keni lapse dhe letër, në qoftë se nuk keni, mund të merrni pak laps dhe letër, dhe ajo që do bëni është që dua që në fillim të vizatoni trupin tuaj, pra vizatoni trupin tuaj dhe në trup vizatoni të gjitha ndjenjat, emocionet, apo edhe mendimet, çdo gjë që ju nuk doni ti përjetoni më. Pra, është si një listë, sikur ti bën një listë
të gjërave që ti nuk do të përjetosh më. Edhe pra e vizaton trupin. Mund ta bëheni tani, caktojeni tani, sepse do bëjmë meditimin dhe janë pikërisht ato emocione që do t'i lësojmë. Caktojeni tani dhe e vizaton këto. Këtu kam shkruar faj, turp, prendim, hidërim, frikë, pafuqi, zemrim, ankth, depresion, mund të shkruani çfarë të doni. Pra, çdo gjë që nuk doni të keni, e shkruani këto. Edhe shkruaj emocionet të cilat po lirohen nga trupi im, ose emocionet të cilat janë liruar nga trupi im. Që ta shkruajmë tamam si manifestim. Dhe manifestimin e shkruajmë gjithmonë në kohën e tashme. Ose të gjitha këto janë emocione që nuk po i përjetoj më. Nga të cilat jam çliruar tash, jam liruar, jam pastruar. Dhe është një person i cili jeton i varur nga frika, nga dhimbja, i kapur nga e kaluara, ose edhe në qoftë se nuk keni domosdoshmërisht të këto ka shumë emocione të ulta, se e di që shumë nga ju keni vite që punojnë bashkë dhe jeni ngritur në energji, mund të shkruani gjëra të tjera, sepse normalisht jeta ka ato sfidat e veta, ne gjithmonë duam të përparojmë më shumë dhe mund të shkruani çdo lloj emocioni, çdo lloj mendimi, çdo lloj gjithçka që ju nuk doni më ta përjetoni në jetën tuaj. Pra, emocion apo mendim, ndjenjë që nuk doni ta përjetoni më. Dhe e shkruan këtu. Tani do vizatoni një trup tjetër dhe do vizatoni një shigjet që kalon nga këtu edhe një zemër në mes. Dhe kjo është ura e kalimit. Dhe trupin e ri që do vizatoni një trup të ri, trup të qeshur, dhe brenda trupit do shkruani emocionet e reja. Pra, cilat janë emocionet e reja që të keni dëshirë të përjetoni, cilat janë ndjenjat e reja. Unë këtu kam shënuar besim. Këto do ta bëjmë çdo ditë nga ato ditët dhe çdo ditë do jetë ndryshe. Sot janë të gjitha ato ndjenja të cilat do ndjente një njeri i lirë nga e kaluara. Një njeri i cili ka aftësi, ka fituar fuqi mbi trupin e tij, ka fituar fuqi mbi mendjen e tij, ka çliruar veten komplet nga gjithçka që e mban, çliruar nga besimet të kufizuara, ka aftësi që të përballojë sfidat. Dhe si ndihet një njeri që ka fuqinë, ka forcën, ka fuqinë të përballojë sfidat? Si ndihet ky person? Unë këtu kam shënuar, pra e vizaton dhe i shënon këtu brenda, besim, liri, paqe, falje, pra e fal veten, gëzim, falënderim, kurajo, dashuri. Pra i ndjen brenda teje të gjitha këto emocione pozitive, të gjitha këto ndjesi të larta. Besim, liri, paqe, falje, gëzim, falënderim. I ndjen brenda teje. Pra i shkruan këtu. Dhe ky është një trup që jeton në lehtësi, në besim, është falënderues. Dhe është e mundur të instalojmë. Pra ne po shkruajmë të gjitha ndjenjat e reja. Ndjenjat e reja. Bëm të vjetrat që nuk i dua më, pra e përcakton qartë se çfarë nuk do më, dhe pastaj do shkruash ato që ti do të përjetosh. Dhe e shkruan sipër si titull ndjenjat e reja që po përjetoj. Pra e shkruajmë gjithmonë në të tashmen për ta bërë si manifestim. Shkruajni komplet të gjitha, pra si do ndiheshit, sikur të liroheshit komplet nga e kaluara. Cila ishte ndjenja. Dhe ky është trupi i ri që po instalojmë. Do instalojmë nëpërmjet frymëmarrjes dhe meditimit. Dhe këtë do ta bëni edhe nesër. Po jap si ushtrim që ta bëni të paktën frymëmarrjen ta bëni nesër, që në mëngjes, që kur të zgjoni nga gjumi.
Dhe çfarë ndodh pastaj me kalimin në momenti që ne është e jashtëzakonshme sepse kur ne punojmë me trupin ton për të instaluar ndjenjat e reja, atëherë ajo që ndodh është se ti gradualisht fillon të fitosh fuqi. Dhe normalisht diçka që është shumë e rëndësishme për të kuptuar është që kemi nevojë të vazhdojmë me punën. Të vazhdojmë me punën. Dhe diçka që dua t'ju them për sot, sepse gjithmonë kur ne bëjmë këtë punë, kjo është një punë kolosale. Është diçka e cila ja them edhe atyre që janë te trajnimi, të cilët edhe një javë tani mbaron trajnimi online që kishim, ishte 6 javë, dhe ata kanë ndodhur mrekullit e grupi, kanë ndodhur shërime, kanë lënë ilaçet, kanë transformuar emocionet, kanë liruar trupin, kemi patur shërime të thella, kemi patur kaq shumë mrekullit e grupit, do t'i postoj në ditët në vazhdim. Dhe vërtet kanë bërë një punë kolosale. Dhe unë u them gjithmonë që kjo është një punë e shenjtë që po bëni me veten, është një punë e cila jo çdo kush e bën, po do një arsye të fortë që ta bësh. Dhe arsyeja do një arsye shumë të fortë që ta bësh. Prandaj të gjithë faktikisht që vinë në trajnime, në ritrite, kanë një arsye shumë të fortë. Dhe për të dua t'ju them edhe ty që më dëgjon tani. Cila është arsyeja jote? Cila është arsyeja përse po e bën këtë punë? Sepse kur ti di arsyen, nuk të ndal me asgjë. Do ta dish arsyen. Dhe shumë nga personat që vinë dhe e bëjnë këtë punë, e bëjnë nga dashuria. Sepse kanë shumë dashuri dhe jo domosdoshmërisht nga dashuria për veten, sepse gjithmonë kur ne nisim këtë punë, zbulojmë që kishim haruar veten, por kur vinë e bëjnë nga dashuria për familjen. Pastaj më vonë gradualisht fillon edhe shtohet dashuria për veten, shtohet vlerësimi për veten, shikon se sa njeri mrekullueshëm që je, por në fillim është dashuria për familjen. Vinë sepse nuk duan që në të ardhmen në një farë mënyre të kenë të njëjtat emocione, të kenë të njëjtat përjetime, të kenë të njëjtat marrëdhënie me familjen, nuk duan që fëmijët e tyre të përjetojnë emocionet e tyre, nuk duan një jetë ndryshe. Vin nga dashuria. Vin nga dashuria. Dhe dua të them ty përse po e bën këtë punë. Cila është arsyeja jote? Dhe cila është pseja? Dhe është diçka që ne duhet kuptojmë, nëse trupi ka emocione negative, ose edhe nëse nuk ka emocione negative, apo edhe nëse s'ka mendime negative, ka një jetë të caktuar, ka një program të caktuar, dhe ka mendime të caktuara. Dhe në qoftë se ne nuk punojmë me veten tonë, për të ndryshuar, për të transformuar mendimet tona, emocionet tona, për të transformuar veten tonë, nëse nuk punojmë, atë do ngelet një soi. Dhe e kaluara do merr copy paste dhe do bëhet e ardhmja. Sepse trupi gjithmonë na merr me vete. Nëse ne nuk punojmë me veten, nëse ne nuk tregojmë një vullnet më të fuqishëm sa vetë trupi për të dalë përtej gjithçkaje. Pra trupi ka nevojë që ti ta marrësh me vete, ta ngresh lart, po do një arsye. Dhe gjëja e parë është të kuptojmë se nëse nuk punojmë me veten, pra të gjithë këto 5 ditë, 5 net që jemi bashkë, eja të 5 neta, sepse energjia është shumë e lartë. Jemi një grup i jashtëzakonshëm. Kur meditojmë së bashku, vërtet sjellim ndryshime shumë të thella. Prandaj asnjëherë mos u dorëzo. Edhe nëse trupi të sjell rezistenca, pra ti ulesh në meditime dhe trupi ose thjesht dëgjon për transformimin, ose dëgjon për ndryshimin, ose përpiqesh të shkruash emocionet e reja, përpiqesh të instalosh emocionet e reja, dhe trupi të shkakton rezistencë. Trupi të thot, ik, lëre, mos e bëj. Ç'është kjo gjë?
çfarë je duke bërë, nuk po bën gjën e duhur, pra trupi të thot këto gjëra. Të thot. Dhe këto i ndodh të gjithëve. Është diçka që trupi kërkon të kthejë mbrapa. Po do një vullnet shumë të fortë. Dhe vullnetin për të vazhduar përpara, për të ardhur të gjitha këto 5 ditët, për të ardhur dhe edhe për te pastaj ta vazhdosh punën me meditimet, me manifestimin, me krijimin. Të krijosh një jetë të re, do një arsye të fortë. Dhe arsyeja është të kuptojmë se asgjë nuk ndryshon, nëse ne nuk punojmë me veten, nëse ne nuk ndryshojmë. Dhe si do ishte e ardhmja. Do ishte ardhmja nëse nuk do bëj asnjë ndryshim. Do jetoje të njëjtën jetë. Do vazhdonin të njëjtat gjëra të ndodhnin. Familja jote ti do përjetojë të njëjtat gjëra. Fëmijët e tu do përjetonin të njëjtat gjëra. A e do këtë gjë? Jo. Nuk e do këtë gjë. Nuk e do këtë gjë. Dhe merr një vendim të japësh fund sonte. Sonte, nesër, pas nesër, po merr një vendim të fortë që nuk do e lësh veten. Nuk do e lësh trupin të komandoj. Nuk do e lësh as edhe një grimc nga ato emocione negative të regjistruar në trup të komandoj. Nuk do e lësh. Do kapësh do mendim. Do kapësh veten. Do e ngresh veten me këto teknika që po ju tregoj. Do vazhdosh rrugtimin. Do vazhdosh rrugtimin sepse do jetë e ardhmja jote. Nëse ti e bën këtë gjë për veten tënde, ardhmja jote do jetë ndryshe. Kemi pa fund raste të cilët kanë transformuar komplet jetën e tyre. Komplet jetën e tyre. Çfarë më kanë thënë në trajnimin online që kemi qenë, keni idenë, kanë ndryshuar familjen, kanë ndryshuar veten, kanë kontrollojnë emocionet, shohin, janë shumë të ndërgjegjshëm për mendimet e tyre. Arrin t'i japin vetes pranim me dashuri, ta ngrejnë veten, kanë arritur të manifestojnë, të zgjidhin situata. Pra, kaq shumë gjëra mund të ndryshojnë. Kemi raste shërimi, kemi raste që kanë lënë ilaçet. Raste të rënda me anth, me depresion. Kanë lënë ilaçet. Dhe kjo është jashtëzakonshme. Sepse tani një jetë e re hapet për secilin prej tyre. Dhe një jetë e re hapet për ty, për gjithë. Sidomos kur ne shohim kaq shumë mrekulli. Prandaj vendose sot. Vendose sot që unë do e bëj këtë gjë për veten time, do e bëj për familjen, do e bëj për fëmijët, do e bëj për prindrit, do e bëj për dikë që ti do shumë. Bëj për dikë. Që kur ta shohësh në sy atë person, ta dish me siguri që e ardhmja juaj do të ndryshë. E ardhmja do të ndryshë komplet. Dhe pastaj kur përballesh me ngjarje të ndryshme, me sfida, me jetën, me ngjarje të tjera, je shumë më ndryshe. Shumë i fuqishëm. Ndonjëherë nuk të bën më përshtypje asgjë dhe je gati të ngjitesh edhe më lart, edhe për te sfidave. Sfida të cilat më përpara njerëzit i ndodhi një gjë dhe nuk arrin do ta përballonin. Tani as nuk i bën syri tër. Shkojnë për te gjithçka. Është punë e përditshme, por që të jep fuqi. Të jep fuqi, të jep forcë, të transformon. Dhe kjo është jashtëzakonshme. Tani, ajo që do bëjmë, do fillojmë me meditimin. Meditimi, do ja shpjegoj tani, do ja shpjegoj pak se çfarë do bëjmë në meditim. Do fillojmë me disa muzika faktikisht, muzika të cilat janë goxha energjike dhe pra po ju shpjegoj pak për meditimin. Ne do ta nisim me një frymëmarrje, e cila kjo frymëmarrje, pra do merrni frymë për 4 sekonda, 1, 2, 3, 4, do e mbani për 4 sekonda, normalisht do ju orientoj unë për çdo gjë, dhe pastaj do e lironi frymën për 8 sekonda. Po mënyra se si do ta lironi frymën, do pra një fuqi shumë e madhe. Dhe në momentin që ta lironi në këtë formë, kur e lironi në këtë formë kaq fuqishëm,
Në këtë çast që e lironi fuqishëm, do imagjinoni kur e lironi kështu fuqishëm, sikur hapet një digë ose sikur se është një lum i madh që rrjedh nga, ja e kam vizatuar këtu. Do ja çoj shënimet pastaj. Kur është një lum i madh që rrjedh, ky është trupi jot, edhe kjo është toka, dhe ti e ulur këtu, dhe sikur është një lum i madh që rrjedh nga toka dhe ngjitet lart në trupin tënd, dhe sikur të pastron komplet, sikur është një tub me ujë që del kështu nga poshtë lart. Kështu do imagjinoni, nga poshtë lart. Kjo është ajo, pra do merrni frymë për 4 sekonda, e mban për 4, dhe do ta lironi pastaj me forcë dhe me ndërgjegjen tuaj, sikur të ta lironi veten tuaj, duke e imagjinuar që uji po kalon kështu dhe po nxjerr, po pastron të gjitha emocionet tuaja, po i ngre lart, po i çliron, po i pastron. Pa do imagjinoni sikur lironi çdo gjë nga trupi, sikur pastroni çdo gjë nga trupi. Pra sikur çlironi gjithçka nga trupi juaj. Sikur është një lum që rrjedh lart. Dhe ky është një variant i frymëmarrjes që bëjmë në retreat, po është një variant për të çliruar komplet trupin, për ta pastruar nga emocionet, nga e kaluara, nga çdo gjë që të mban brapa, dhe për të ngritur lart energjinë. Kur të marrin frymë, do imagjinosh se merr energji. Kur të lirosh frymën, do imagjinosh se liron dhimbjen, frikën, besimet kufizuese. Pra do imagjinojmë një kanal uji të pastër. Dhe pastaj do bëjmë disa deklarata që më liroj çdo gjë që më mban, janë si tip afirmimesh. Do ja u them pastaj. Dhe më vonë, ajo që do bëjmë pastaj, do instalojmë, pasi kemi zbrazur trupin mirë, do instalojmë emocionet e reja. Pra ato emocione që ju shkruajtët, çfarë keni shkruar këtu? Çfarë keni shkruar këtu të emocionet e reja që doni? Pra të emocionet e vjetra që doni, do i pastrojmë atë rrymën e madhe të ujit që del kështu. Pastrojmë emocionet e vjetra. Dhe emocionet e reja do t'i instalojmë. Si do t'i instalojmë? Me një teknik tjetër. Pra do bëjmë një frymëmarrje tjetër kësaj radhe për t'i instaluar ato. Dhe me të dyja duart e tua, kjo është ajo frymëmarrja e Tony Robbins. Me të dyja duart e tua, ngre duart lart dhe imagjino sikur je i lidhur me kozmosin, me universin, me krijimin, dhe lart janë të gjitha ato emocionet pozitive që ti ke dëshirë ti kesh. Dhe do ngresh duart lart dhe sikur i kap energjinë e këtyre emocioneve, sikur i kap, dhe kur e liron frymën i sjell në trup. I sjell në trup dhe të ta ndjeni në trupin tuaj. Ta përjetoni në trupin tuaj. Pra do ta ngrenë duart lart, edhe do ta bëjmë në këtë formë. Kemi bërë dhe më përpara këtë lloj frymëmarrje, po për të rritur energjinë e kemi bërë, kësaj radhe do ta bëjmë për riprogramim. Dhe normalisht edhe kjo do të arrisë shumë energjinë. Dhe do të mbani mend, nëse ti ke emocione të ulta, ndihesh keq, mjafton bëj këtë lloj frymëmarrje. Do ndryshoj gjendja komplet. Se është e rëndësishme të ndryshojmë gjendjen e trupit. Një trup me energji ndryshe ndihet ndryshe. Dhe këto vërtet janë teknika për të instaluar emocionet e reja. Pra, të gjitha këto emocionet që shkruajte, do t'i marrësh lart, do t'i sjellësh në trup. Do ta imagjinosh sikur trupi mbushet me këto emocione. Pra kësaj radhe, nuk është se ne kësaj radhe do punojmë në këtë lloj forme. Nuk është se do krijojmë emocione. Sepse kur saponis meditimin, kur je ndonjë emocione të ulta, ke shumë rezistencë të krijosh emocione pozitive. Pra, është shumë e vështirë që të krijosh emocione pozitive kur je keq. Ajo që do bëjmë, teknika specifike, është e tillë që ti i sjell në një farë mënyrë, sikur i lejon, pra ato janë si energjia në kozmos, në krijim, në univers, dhe ti imagjino sikur i merr dhe i sjell në trup. Dhe jo domosdoshmërisht do t'i ndjesh që në fillim, që thua, okay, në rregull, e bëra një herë, 2 herë frymëmarrje, por nuk është se i ndjeva ato ku janë ato emocione pozitive. Do punosh për këtë gjë. Do vazhdosh, do t'i sjellësh. Do me paramendim,
pra e paramendon ose imagjinon që ato po vinë tek ti. Po imagjinon që ato po vinë dhe po i lejon, unë i lejoj të vinë. Dhe do vinë një moment pasaj, sikur do ndjesh, wow, sikur trupi do filloj të ndjej, se trupi i ka qef emocionet pozitive. Normalisht që mund të ketë varësi nga e kaluara, po trupi i ka qef emocionet pozitive, nuk është se është komplet negativ. Kështu që do vinë një moment që trupi do i pranoj. Dhe kur ti pranoj, do fillosh të ndjesh. Dhe kjo është një teknikë shumë e mirë dhe për të te kaluar rezistencë. Dhe pastaj do qëndrojmë me pëllëmbët lart, i vendos tek gjunjët. Pra do uleni si zakonisht, nuk është nevojë që të uleni këmbëkryq, mjafton të uleni në karige ose divan, kudo ku jeni. Dhe do i vendosin duart kështu, i vendosin te këmbët dhe do imagjinojmë, pra dua që të imagjinoni nga kozmosi, nga krijimi i lartë, sikur emocionet pozitive, pra të gjitha këto emocionet pozitive, sikur bien si një vesë, vesa e mëngjesit. Vesa e pranverës. Jo thash jemi në pranverë, do e gjallërojmë trupin, do e vadisim pak trupin, që të lulëzoj. Do ta vadisim që të lulëzoj, të fillojmë, se pranvera vjen edhe për ne. Kështu që do imagjinoni tamam sikur vjen si një vesë nga lart, një vesë, ajo mund të jetë si pika uji, ose mund të imagjinoni si pika të ndritshme që shkëlqejnë, si një lëngi bardh që shkëlqejnë, që vjen si pika në trupin tënd. Pra diçka shumë hynore, diçka shumë e bukur që zbret tek ti. Këto janë ndjenjat e reja. Dhe do imagjinosh që instalohen brenda në trup, që depërtojnë në trup, ushqejnë qelizat, depërtojnë nëpër qelizat, depërtojnë brenda tyre, i ushqejnë me emocionet e reja, me ndjenjat e reja. Pra do imagjinojmë, do ju orientoj unë normalisht. Edhe është një proces, ky është një proces shumë i thellë riprogramimi që do bëjmë. Kështu që vesa e mëngjesit. Vesën e mëngjesit po e bëjmë në darkë, po e quajmë vesa e pranverës. Dhe pastaj do shkojmë tek realiteti joneri. Do futemi tek dera, do kalojmë derën dhe do shkojmë te realiteti joneri. Pra në një dimension ku ti ke përjetimet më të larta, ku ke ti mundësit më të mira. Dhe pastaj do ju tregoj, pra do kalojmë te kjo dera. Një derë gjigande, prej ari që shkëlqen. Dhe aty pastaj aty nis rrugtimi jon. Dhe ju kam gati pastaj për të vazhduar rrugtimin. Do vazhdojmë rrugtimin dhe nesër me hapjen e zemrës dhe shërimin e fëmijës së brendshëm. Po sot është një seancë shumë e rëndësishme. Atëre unë po hap pak edhe komentet që të shikoj a ju kam këtu. Ju kam këtu apo jo? Ju kam gati apo jo? Jeni gati? Dhe gjithashtu nesër një detyrë që po ju jap edhe për nesër, për ata që kanë librin, për ata që kanë libër ditarin Krijo jetën e re, lexoni kapitullin e alkimizimit të emocioneve. Pra do lexoni alkimizimin e emocioneve dhe do shikoni teknikën e alkimizimit. Alkimizimi i emocioneve është në faqen 53 dhe do shikoni tek libër ditari, do shikoni komplet teknikën e alkimizimit dhe do ta kombinoni teknikën e alkimizimit të emocioneve, do ta kombinoni me këtë frymëmarrje që do bëjmë sot për të kaluar dhe riprogramuar komplet emocionet negative në pozitive. Dhe po ta keni vënë re, për ata që e kanë ditarin dhe punojnë me të, se mua më kanë kërkuar shumë që Artemis na shpjegoj disa gjëra për si ti përgjigjemi pyetjeve të ditarit, dhe është një pyetje te ditari, tek pjesa e mbrëmjes, është pyetja e dytë, këtu trego, është këtu trego se cilat emocione të vjetra alkimizove sot në të reja. Dhe shkruaj nëse mori një mesazh nga kjo.
atëherë është pikërisht që në qoftë se nesër gjatë ditës tuaj, keni emocione negative, atëherë do zbatoni teknikën që është për alkimizimin e emocioneve, që është e kapitullin në faqen 53, plus edhe frymëmarrjen. Bëni dhe frymëmarrjen dhe e zvendësoni emocionin negativ me një pozitiv. Dhe pastaj ta shkruani këtu. Dhe normalisht kur je duke e bërë si proces, shpesh vijnë edhe frymëzime. Dhe mund të shkruani se çfarë frymëzimi ju erdhi. Ku mund ta gjej librin, do t'i postoj pastaj edhe librarit më vonë tek postimi, mund t'i postoj librarit dhe e porostisni ma dërgojnë me post. Në rregull, atëherë nistim me meditimin. Kjo që po bëjmë është e jashtëzakonshme. Është vërtet e jashtëzakonshme. Imagjino të lirosh trupin tënd. Wow, ka e kaluara. Dhe të krijosh diçka komplet të re. Trupi ka koordinata, trupi të mban koordinata dhe është kaq e rëndësishme. Ju po bëni diçka të mrekullueshme. Për veten, për familjen, keni idenë se çfarë po bëni. Atëherë. Ta nisim. Ju kam gati tani. Shtrir, jo, nuk ka shtrir. Ajde ngriu se do bëjmë frymëmarrjen, të lirojmë trupin nga e kaluara, nuk ka shtrir. Ta marrim trupin me vete. Pastaj më vonë mund të shtrieni. Atëherë. Në rregull. Ajo që po i mbyll pa komentet. Për pjesën e frymëmarrjes po ja u lë kamerën hapur, që të më shikoni, ndërsa pastaj kur të nisë meditimi do ta mbyllim kamerën. Atëherë fillojmë me frymëmarrjen. Sille vëmendjen këtu dhe tani. Ndjej se vjen këtu me vëmendje të plot. Je këtu dhe tani. Dhe fillo të marrësh frymë. Dhe me çdo frymë që merr, ndjen se vjen një energji e re brenda teje. Një energji e re në trupin tënd. Merr frymë thellë, 1, 2, 3, 4 me hund. Dhe mbaj një moment, 1, 2, 3, 4. Dhe tani liroje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 për 8. Liron gjithçka nga trupi jot. Liron gjithçka, gjithë të kaluarën, të gjitha emocionet negative, të gjitha ndjenjat që ti nuk do më t'i përjetosh. I liron komplet kur e lëshon frymën. Por sot ta bëjmë sërish, e kur e zbras trupin tënd, imagjino një lumë që rrjedh nga poshtë lart dhe të liron komplet gjithë trupin tënd. Një lumë që rrjedh nga poshtë lart dhe të liron komplet. Të pastron gjithë trupin tënd. Forca edhe një herë. Merr frymë thellë. 1, 2, 3, 4. Mbaj një moment. 1, 2, 3, 4. Dhe liroje me forcë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liroje me forcë. Me sa të kesh fuqi. Një merr frymë thellë prap. 1, 2, 3, 4. Mbaje. 1, 2, 3, 4. Liroje me forcë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frymë thellë, merr frymë liri, dashuri, besim, falje, shlirim për veten tënde. Për 4 sekonda, 1, 2, 3, 4. Mbaje për 4, 1, 2, 3, 4. Dhe liroje.
Shliroje komplet gjithë trupin tënd nga gjithçka. Merr frymë thellë, 1, 2, 3, 4. Mbaje, 1, 2, 3, 4. Liroje. Tani merr frymë thellë prap, 1, 2, 3, 4. Mbaje, 1, 2, 3, 4. Liroje për 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe një herë merr frymë thellë, 1, 2, 3, 4. Mbaje, 1, 2, 3, 4. Liroje për 8, liro gjithçka nga trupi jot, lësho gjithçka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ndjej energjinë si ngjitet lart, si një lum që ngjitet lart. Merr frymë thellë, 1, 2, 3, 4. Mbaje, 1, 2, 3, 4. Dhe liroje. Merr frymë thellë prapë për 4. Mbaje një moment. Dhe tani liroje, çliro gjithçka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe një herë, merr frymë thellë për 4, merr frymë thellë, dashuri, paqe, liri. Dhe mbaje një moment. 1, 2, 3, 4. Tani liroje komplet. Liroje, çliro gjithçka nga trupi jot. Tani merr frymë thellë prap. 1, 2, 4. Forca, merr frymë thellë, më ndiq mua, mbaj një moment. 1, 2, 3, 4. Dhe liroje për 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tani qëndro një moment. Relaksoje trupin tënd. Ndjeje se trupi jot po lirohet, po pastrohet, po çlirohet, po lëshohet gjithmonë më shumë. Po lirohet, po pastrohet në çdo kohë, në çdo dimension dhe në çdo realitet. Po lirohet, po pastrohet, po çlirohet në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet. Ndjeje se po ngjitesh lart e më lart, në energji, në frekuencë, në një dimension të ri, në një krijim të ri. Ndjeje se po ngjitesh lart, edhe më lart. Ndjej, përjetoj, po ngjitesh lart, Forca edhe një herë, vazhdo me frymëmarrjen. Merr frymë thellë me hundje energji të re. 1, 2, 3, 4. Mbaje. 1, 2, 3, 4. Dhe lësho gjithçka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frymë thellë energji të re. 1, 2, 3, 4. Mbaje. 1, 2, 3, 4. Dhe lësho gjithçka për 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe një herë merr frymë thellë. 1, 2, 3, 4. Energji e re. Mbaj një moment. 1, 2, 3, 4. Dhe lëshoje komplet. Lësho gjithçka përfundimisht. Ndjeje si një lum që rrjedh nga lart. Tani forca, vazhdojmë të lëshojmë energjinë, merr frymë thellë shpejt dhe lëshoje shpejt. Shijoje tani. Shijoje, qëndro një moment. Vendosi duart në zemër. Ndjeje trupin. Trupi është liruar, është pastruar. Në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet. Ndjeje hapësirën brenda teje, ka hapësirë në trupin tënd.
ka shumë hapësirë brenda teje. Trupi është i pastër, është i lirë. Shijoj. Shijoje trupin tënd. Ndjeje paqen brenda teje. Ndjeje frymën si hyn dhe del nga dalë në trupin tënd të lirë. Trupi është i pastër, i liruar në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet. Dhe me duar në zemër ndjeje se po ngrihesh lart. Po ngrihesh lart në energji të re. Tani merr një vendim, të lëshosh dhe të lirosh çdo gjë që ka ngelur. Merr një vendim final, të lëshosh gjithçka që ka ngelur brenda teje, të lëshosh, të pastrosh, të lirosh trupin në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet, të lëshosh të kaluarën, të lëshosh shqetësimet për të ardhmen, të lëshosh çdo faj që të mban, çdo gjë që fajson veten, çdo gjë që kritikon veten, çdo fjalë negative që thua vetes, merre vendimin ta lëshosh tani me këtë frymëmarrje dhe fillojmë. Do marrim frymë thellë, ta lëshojmë me forcë, me shpejtësi. Ndjej si një ujë që kalon si për teje, nga poshtë lart dhe të shliron komplet. Forca edhe një herë. Dhe relakso. Relakso. Shijoj dhe ndjeje hapësirë në trupin tënd. Ndjeje hapësirën brenda teje. Sa liri ka brenda teje, sa hapësirë u krijuar. Trupi është i lirë, i shliruar, i pastruar në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet. Ndjej. Tani do punojmë të sjellim emocionet të reja brenda nesh. Do sjellim emocionet të reja. Me duart lart, do kapim emocionet e reja, energjinë e emocioneve të reja, cila ishte lista e emocioneve të reja, liri, gëzim, paqe, harmoni, falënderim, dashuri. Emocionet e reja që do të integrosh në trupin tënd, imagjinoj se janë lart në kozmos, në krijim, si një energji e pastër. Dhe ti do ngresh duart lart, do i kapësh, do i sjellësh poshtë. Me duart lart, imagjino sikur i kap dhe i sjell poshtë bashkë me frymën. Merr frymë thellë. E kur e liron frymën, i sjell në trupin tënd, i integron në trupin tënd, i instalon në trupin tënd. Merr frymë thellë. Forca më ndiq mua. Integroj në trupin tënd, silli në trupin tënd dashurinë, lumturinë, gëzimin, paqen, faljen. Merri nga lart dhe silli në trupin tënd. Çfarë po sjell? Sill guximin, sill fuqinë, sill paqen, sill forcën, sill jetën sërish brenda në trupin tënd, ndjeje. Po sjell energji. Dhe pak. Dhe tani qëndro me pëllëmbët lart. Qëndro me pëllëmbët lart dhe ndjeje. Si nga lart po vazhdojnë Vazhdojnë emocionet, ndjenjat e reja, dashuria, lumturia të binë si një vesë. Si një vesë në trupin tënd, vesa e mëngjesit, vesa e pranverës. Të binë në trupin tënd dhe të depërtojnë në çdo qelis. Ndjeje si një vesë
që bie nga kozmos, nga krijimi, nga univers. Prano me dëshuri. Lejoj ndjenjat e reja të vinë tek ty, lejoj, po vinë tek ty, si një vesë që po bie, dhe përton në trupin të në çdo qelizë. Ndjej qelizat, s'po ushqen me këtë vesë të pranverës, të vesë shpresë. Ndjej qelizat, si po gjallërohen tani. Ndjej gjithë trupin, si po gjallërohet. Po merr jetë, po rigjenerohet. Vesa vazhdon të bjerë tek ti. Në ta shosh edhe si dritë që shkëlqen. Si pika ujë të vogla të shndritshme që bien tek ti. Depërtojnë në çdo qelizë dhe ushqen çdo qelizë me një shpresë të re, me një jetë të re, me fillime të re, me ndjenja të re, me dashuri, falënderim, gëzim, lumturi. Vesa që bie janë ndjenja të reja. Falënderim, gëzim, paqë. Ushqen qelizat. Dhe qeliza dhe gjithë trupi jot po rigjenerohen. Po ndjen rigjenerim në trup. Të gjitha qelizat në trupin tënd tani fillojnë të buzëqesh, të rigjenerohen. Forca, ta bëjmë edhe një herë frymëmarrjen. Edhe një herë frymëmarrjen, merr lart energjinë e ndjenjave të reja dhe sille në trupin tënd. Ngrihet duart lart, merr frym. Dhe kur e liron frymën, silli në trupin tënd. Forca, çfarë ndjenjash po sjell? Lejoj të vinë, hapu derën. Lejoj të vinë. Lejoj të mbushin trupin tënd. Tani qëndro me pëllëmbët lart, vendosit e këmbët, dhe ndjeje vesë. Ndjeje vesë. Vesën e pranverës. Janë emocione, janë ndjenja të reja. Është liri që po vjen tek ti. Është paqë. Është falje. Është guxim. Është lehtësi. Ndjej këtë vesë në trupin tënd, dhe depërton në çdo qelizë. Dhe çdo qelizë e trupit tënd po rigjenerohet. Po lind sërish në jetë të re. Po qel. Trupi po gjallërohet, po qel sërish. Si bimët në pranverë. Si lullet, pemët. Si natyra në pranverë. Trupi po lëzon sërish.
po merr jetës sërish. Po gjallërohet sërish. Ndjej. Ndjej. E tani, relaksu në zemër. Relaksu në zemrën tënde. Lësho në zemrën tënde. Futu thellë në zemrën tënde. Ndjej zemrën tënde. Forcën e saj. Ndjeje fuqinë e zemrës tënde. Ndjeje dhe lësho thellë më thellë në zemër. Relakso në zemrën tënde, lësho aty. Lësho në zemër. Prano me dashuri. Prano me dashuri. Gjithë zemrën tënde. Gjithë trupin tënde. Çdo gjë është mirë. Gjithmonë ka qenë. E tani ka ardhur kohë të futemi në krijimin tonë të ri, në realitetin tonë të ri. Ka ardhur kohë. Imagjino se përpara teje është një portë gjigande prej ari. Një portë gjigande prej ari. Dhe mbrapa kësaj porte është jeta jote e re, është krijimi jote i ri. Është një dimension ku ti je vetja jote vërtet. Me emocionet e tua të reja që instalove. Është manifestimi jote, është krijimi jote i ri, është jeta jote e re. Bota e ëndrave. Mbrapa kësaj porte gjigande prej ari që shkëlqen. Është vetja jote e re, që i ka të gjitha ndjenjat e reja që instalove dhe po jeton jetën në liri. Është ardhmja jote që po krijon tani. Afro të kjo portë, afro 5, 4, afro edhe më shumë, 3, afro edhe më shumë, 2, ndjej energjisht shtohet, afro, 1, i afër me portën dhe hape derën, sikur zgjat dorën dhe hap derën me lehtësi dhe porta prej ari që shkëlqen hapet dhe ti shikon se çfarë ka për te asaj porte. Është një jetë e re, futu brenda. Dhe sa po fute një dimension të ri, në një krijim të ri. Çfarë po sheh? Sa po fute në krijimin tënd më të bukur, këtu ku janë përjetimet më të larta, këtu ku i ke mundësitë më të larta. Këtu ku janë mundësit, krijimet, përjetimet, ëndrat e tua, manifestimet e realizuara, je në krijimin tënd të ri.
Dhe këtu është vetja jote e re, shiko si ndihet. Cilat janë ndjenjat që ka, cilat janë ndjenjat që ka, si po jeton jetën. Afro me të. Afro me të. Afro me të, ndjej si po ndjen, një emocionet e reja që ka tashmi ka të instaluara. Dhe përqafoj e fort, shkriju krejt me të. Shkriju krejt me të. Ndjej energjinë e re në trupin tënd. Lejoj ndjenjat e reja të bëhen të tua tani. Trupi i ka ato ndjenjat e reja, janë aty tani. E gjithë dashuria, gjithë falënderimi, jeta, liria, çlirimi, pastrimi është brenda teje. Forca është brenda teje. Dhe imagjino se i hap krahët edhe thua u riktheva në fuqinë time. Hapi krahët dhe thua unë u riktheva në fuqinë time, në forcën time. Unë po krijoj jetën time të re. Unë jam i lirë. U krye. Ka ndodhur, unë jam i lirë. Unë jam i lirë. Dhe ngriu larë. Ndjej në krah hapur, ndjej se po ngrihesh lartë e më lartë në një krijim të ri. Ndjej energjinë e re brenda teje. Ndjej e forcë, ndjej e fuqi. Ndjej emocionet e reja brenda teje, lejoj të jenë aty. Jepi pranim, jepi dashuri. Lejoj të jenë aty. Lejoj të jenë aty. Ngriu lartë. Një trup të shëruar, një zemër të hapur, një mendje të lirë. Në manifestime më të bukur. Ja dole plotësisht. Ka ndodhur. Krye, ka ndodhur. Shijoj. Relakso. Nga dal, fillo të rikthesh, këtu dhe tani. Fillo të rikthesh. Mund të hapësh syt. Në një botë të re. Si njeri, krejt i ri. Me ndjenja të re, emocione të re. Riktheu sërish. Ja dolëm që të gjithë. Dhe ky është riprogramimi i trupit. Qeliz për qeliz. Do filloni, do shikoni se si ajo që ndodh, është që ne fillojmë, trupi fillon të prodhoj kimikata të reja, molekula dashurie, molekula falënderimi, molekula çlirimi. Trupi do filloj të prodhoj molekula të reja. Dhe
Kjo është një teknikë e re që kam zhvilluar dhe këtë do ta bëjmë edhe më të avancuar, ta bëjmë në retreat. Ajo që do bëjmë në retreat është se do instalojmë trupi. Trupi do filloj me këto lloj teknikash. Kur ti fillon, instalon këtë energji të re, këtë ndjenja të reja, trupi do e mbaj mend. Dhe është pikërisht ajo që bëjmë në retreat, po këtë vit kemi teknika edhe më të avancuara, diçka më të re, sepse kemi quajtur molekula mrekullie, dhe përderisa e kemi quajtur molekula mrekullie, do kemi shumë teknika për prodhimin e molekulave në trupin ton, që trupi të ngrihet në një energji të re, në një fuqi të re dhe ta mbaj mend. Trupi do e mbaj mend. Do ta mbaj mend energjinë e re, ta mbaj mend emocionet e reja dhe trupi tani do filloj t'i kërkoj. Trupi do filloj t'i kërkoj emocionet e reja, ndjenjat e reja, dashurinë, falënderimin, paqen. Dhe kur trupi të ketë mjaftueshëm receptor për emocionet e reja, atëherë vetë trupi do të shkaktoj mendime pozitive. E ti do fillosh të mendosh pozitiv. Thjesht nga riprogramimi i trupit. Edhe një lajmërim për vendet e retreatit janë në zënë, por që ka edhe mundësi që mund të ketë anullime. Prandaj unë gjithsesi do ta vendos numrin e stafit dhe në qoftë se keni dëshirë të merrni pjesë në retreat, retreati është në tetor, në Golem, imi 8 ditë bashkë dhe aty ndodhin mrekulli. Ndodhin jo vetëm fshërime, çlirime, manifestime, ne shohim natyrën tonë të vërtet. Ne lidhemi me natyrën tonë të vërtet. Dhe kjo është ajo që dua t'u tregoj faktikisht, sepse kjo punë që ne bëjmë bashkë, nuk është thjesht që ti instalosh emocionet e reja. Edhe kjo është shumë të instalosh emocionet e reja. Është vërtet shumë. Po nuk mbaron me kaq. Kjo jetë, bota, nuk na ka treguar të vërtetën, nuk të ka treguar të vërtetën se kush je. Ti je jashtëzakonshëm. Je më i fuqishëm se ç'mund ta kesh menduar. Ke aftësi të krijosh realitetin tënd. Dhe në retreat e kuptojmë, sepse jemi 8 ditë bashkë dhe aty përjetojnë njerëzit fuqinë e shpirtit të tyre. Përjetojnë shpirtin e tyre, hapin zemrën. Shohin se çfarë mund të bëjnë. Dhe përjetimi i hapjes së zemrës është jashtëzakonshëm. Do flasim nesër. Nesër do flasim për hapjen e zemrës. Nesër do flasim për shërimin e fëmijës së brendshëm. Dhe kjo që bëm sot, shumë e fuqishme, bëheni dhe nesër në mëngjes, mund ta bëni çdo ditë, çdo mëngjes, çdo darkë. Kjo është një teknikë shumë e fuqishme për riprogramim të trupit, sepse çdo gjë vjen nga trupi. Okej, në rregull është hapja e zemrës shumë e rëndësishme dhe sidomos për të tejkaluar rezistencat. Do flasim nesër për këtë. Shërimi i mendjes, shërimi i zemrës dhe i mendjes është shumë i rëndësishëm. Hapja e zemrës është baza e punës tonë, është gjë më e rëndësishme, sepse nga ajo pastaj vjen çdo gjë, mund të tejkalosh rezistencat kollaj. Po trupi është koordinata që na mban në një realitet të caktuar. Ne kemi nevojë të çlirojmë trupin, të sjellim energji brenda nesh, sepse çdo gjë do energji. Puna do energji, që të bësh punën do energji, që të ngrihesh në mëngjes do energji, që të kujdesesh për familjen do energji, çdo gjë do energji. Dhe për energjinë është përgjegjës trupi. Dhe me këtë ushtrim ju I jepni trupit shumë energji. Shumë energji jepni trupit. Kështu që edhe nesër, e janë nesër, pas nesër, e janë të gjitha ditës, sepse energjia live është shumë e fuqishme. Ne po bëjmë çlirime, pastrime shumë të thella, po ndodhin transformime dhe me trupin tuaj, kjo është e jashtëzakonshme. Prandaj
nesër do ju jap një detyrë, keni detyrë për nesër, do t'i shkruani një letër vetes së vjetër. Pra detyra për nesër është t'i shkruani një letër vetes tuaj të vjetër, t'i thoni lam të mirë, po dhe ta falenderoni. Falenderoni veten tuaj të vjetër. Falenderojeni për çdo sfidë që keni kaluar, falenderojeni që ju ka sjell deri këtu. Falenderojeni dhe dërgojeni bekime. Pra do ju shkruani një letër vetes tuaj të vjetër dhe do ju shpjegoni se përse, cila është arsyeja juaj që juve nuk doni më të përjetoni ato lloj emocionesh, ato lloj mendimesh. Tregojani arsyet përse, pra përse mund të jetë fëmia juaj, mund të jetë familja, mund të jetë që ti nuk do më të përsëritesh të kaluarën, nuk do më të njëjtat ngjarje, pra nuk do më dhe kjo ndonjëherë është e prerë, pra ne kombinojmë pranimin me dashuri, kombinojmë me ashpërsinë. Janë të dyja, duan të dyja. Se thjesht pranimi me dashuri do edhe çik forcë, do edhe çik ti japësh vetes atë fuqinë që duhet. Që kombinoj të dyja. Edhe foli me pranim dhe dashuri, po edhe me forcë. S'ka më tani. Ky është kufiri, po ndaj kufirin. Pra, do ja shkruaj edhe te grupi detyrën dhe çfarë t'ju them tjetër? Po, edhe diçka, një lajmërim për ju që keni bërë një regjistrim para prak të ritriti dhe nuk e keni përfunduar pagesën, përfundojeni pagesën në mënyrë të tillë sa më shpejt, në mënyrë të tillë që pastaj të siguroni vendin, sepse kemi persona dhe në listën e pritjes që mund t'i japim mundësinë pastaj që të regjistrohen. Për të gjithë ju që keni dëshirë, shkruani stafit, do t'ju vendosim në listën e pritjes dhe normalisht mundet ende të lirohet në një vend. Po jam vërtet shumë e lumtur për çdo gjë që po bëjmë, për çdo gjë që po realizojmë. Po shohim vërtet se ne kemi fuqi të transformojmë veten, jetën dhe gjithë, edhe familjen, edhe shoqërinë, madje gjithë botën. Sepse kur ti ngrihesh, edhe gjithë bota ngrihet me ty. Një krijim i ri fillon. Dhe shumë njerëz po e shohin një jetë ndryshe. Dhe këtë dua për të gjithë ju, që të jeni të lirë. Dua që të jeni të lirë nga e kaluara, të lirë nga trupi juaj, të lirë nga mendja juaj, dhe të lirë në zemrën tuaj. Ju dua shumë dhe bashkë do takohemi sërish nesër në orën 9 prap, dhe do flasim për zemrën dhe për shërimin e fëmijës së brendshëm. Hapa shumë të rëndësishëm për shërimin e plot dhe për krijimin e një jete të re. Pra, do ta shijojmë të pranverë. Ka e nisëm bar, ishte jashtëzakonshëm, menditimi ishte shumë i fuqishëm. Shihemi nesër. Urime për punë. Jeni të mrekullueshëm. Ju puth, ju përqafoj fort. Natën e mirë.